Do t'ju tregoj një sekret që nuk flitet shumë, por është tepër i rëndësishëm për secilin. Dhe nuk është për të gjithë, por është për të zgjuarit ose ata që kanë mendimin alternativ. Do t'ju them se si. Kush nga ju e ka parë filmin Matrix? E keni vënë re në filmin Matrix që është personazhi negativ, ai që quhet Mr. Smith? Mr. Smith, që quhet, ç'është e vërteta, efekti quhet efekti i Mr. Smith ose efekti i Dr. Smith. Pse thuhet efekti Smith? Sepse në film çdo gjë që bën Neo, pra çdo gjë që ai kërkon që të bëj, Mr. Smith e ndalon. Automatikisht. Ai bën ç'është e mundur që ta ndalojë në të gjitha mënyrat. Ta neutralizoj, madje dhe ta vras rolin kryesor. E dini pse? Sepse kështu është programuar. Pra, Mr. Smith është programuar i tillë, është programuar që të pengoj mendimin alternativ, ose të pengoj ide të reja. Dhe në këtë rast, ndalon dhe pengon ose ndoshta vret edhe rolin kryesor. Dhe lufta bëhet mes këtyre të dyve. Pra mes sistemit, që është sistemi i përgjithshëm, dhe një tëriu që kërkon të dalë jashtë sistemit. E njëjta gjë ndodh në jetën reale. Dhe do t'ju them se si. Kush është rastësisht, le t'i bëj like faqes që shihemi sërish, edhe pse juve nuk ju kushton asgjë, them gjithmonë këtë që t'ja u kujtoj. Në jetën reale, ne kemi një pafundësi njerëzish që janë zyrtar, janë profesor, janë shkencëtar, apo janë si të doni ju. Dhe ata, pa e kuptuar, bëhen si Mr. Smith. Sepse duhet që ata, sepse janë të ngulitura diktimet në trurin e tyre, ata duhet që të vazhdojnë që të nxisin ato diktime dhe t'jenë pioner, jo vetëm pioner, por t'jenë edhe martir të atyre diktimeve. Japin jetën për ato diktime. Do t'ja them, për shembull, e kam thënë disa herë, po duhet ta përsëris. Një profesor që unë intervistova para disa kohësh, e pyeta nëse ai mendon për jetën jashtëtoksore, nëse ekziston jeta jashtëtoksore. Dhe do t'ju them që mes fjalëve kuptova që ai beson, por nuk e thot. Nuk mund ta thot. Sepse, do t'ju them sepse, nuk është faji tyre. Ai nuk e thot sepse e di që ditën tjetër do ta shkarkojnë nga detyra, do ta shkarkojnë nga puna, do iki. S'mund ta thot. Dhe si do ta ndryshoj jetën njeriu ose shoqëria nëse nuk ka njerëz të lirë në mendim dhe të fortë në vullnetin që kanë dhe në besimin që kanë. Nuk mundet. Nëse këta nuk ekzistojnë, atëherë shoqëria do ngelet gjithmonë e smur. Dhe po thoshja, këta që japin jetën, që unë në këtë rast u thash një profesor, por keni edhe zyrtar, bëjnë një, ose aprovojnë një ligj, bëjnë një, firmosin diçka, dhe nuk e din se përse. Mjafton që ka thënë dikush, dhe ata e aprovojnë. Mjafton që ta ketë thënë dikush, që dikush thotë që është kështu dhe kaq, dhe pa e eksploruar, pa e parë, ai thotë po ashtu është. Dhe ecën përpara. Firmos atë dhe kaq. Sepse sistemi në përgjithësi është krijuar i tillë. Pra, në qoftë se sistemi të dikton ide të tilla dhe forma jete të tilla ose fjalë të tilla, ti nuk mundesh që të anashkalosh për shumë arsye. E para, që do të heqin nga puna. Dhe ti nuk mundesh që të heqin nga puna, kështu që i detyruar. Je i detyruar që ta aprovosh. Tjetra, në qoftë se ti je na u lodh krau. Në qoftë se ti je një njeri pozitiv, i fortë dhe ke vullnet, dhe ti kërkon të ecësh përpara, në qoftë se nuk të frenojnë në bazë të punës, pra me anë të punës, do të frenojnë me forma të tjera. Do të frenojnë me ligje të tjera, do të fusin në burg, madje edhe të vrasin.
Po. Pse? Sepse sistemi është krijuar i tillë. Unë thash ekstremitetin e të dyja gjërave, sepse në botën e zhvilluar nuk ka që të vrasin, por që ekziston. Pra, dy ekstremitetet ekzistojnë, në këtë botë ekzistojnë, në këtë shoqëri ekzistojnë. Pra, nëse disa njerëz të rinj me ide të reja janë si pune atij rolit kryesor në Matrix dhe kërkojnë të vendosin ligje të reja ose jetesë tjetër ose forma të tjera të mbijetuarit, kjo do të thotë që ti kërkon që të dalësh nga sistemi, pra nga Matrixi. Dhe kjo është e pamundur, nuk mundesh që të dalësh. 1 ose 2 ose 5 nuk munden që ta nxjerrin gjithë njerëzimin nga sistemi. Por duhet gjithë njerëzimi që të zgjohet, që të dali kryesisht. Dhe këto hibrid, këta që janë tek tuk në çdo shtet të botës, nëse keni vënë re, këta janë si puna e atij vajit, që me ato pikat e vajit që hedh në ujë, që nga momenti që hedhin pikën shpërndahen. Pra, sakrifikojnë jetën, ose sakrifikojnë profesionin e tyre për të ndriçuar njerëzit, për të dhënë pak informacione. Dhe janë pikërisht këto informacionet e vogla, pjesë shumë të vogla, grimca janë, që së bashku bëjnë tulla, bëjnë gur derisa ndërtohet kalaja e madhe. Pra, kalaja që nuk mund ta shem dot sistemi, sepse tashmë kur kalaja rritet, ngrihet në këmbë, është e fortë. Sepse ka një bashkësi njerëzish. Pra, një njeri vetëm nuk shkon dot as gjikundi. Të gjithë së bashku, po, diçka bëjnë. Kështu që ai sistemi ose ajo idea e Mr. Smith ose e efektit Smith ekziston në të gjithë njerëzit, krejtësisht në të gjithë njerëzit, kush më shumë dhe kush më pak, për disa gjëra dhe për disa jo më shumë ose më pak, por janë shumë pak ata që mendojnë me mendjen e tyre, e quajtur cogito ergo sum. Pra, unë jam, dhe pikrisht pse jam, mendoj, dhe mendoj me mendjen time. Kjo është fjalë për fjalë. Do shta e keni vënë re që shpesher vë atë frazën pas çdo prapashtese që them cogito ergo sum e tjerë, dhe pikrisht pra, sepse bëhet fjalë për këtë gjë, pra për këtë thënie, e ka thënë Cartesio, para disa viteve, por është shumë reale, në të gjitha kohërat, sepse nëse njeriu nuk është cogito ergo sum, pra nëse nuk ka një ide të re dhe ta shpreh nga mendimi i tij dhe të thotë që kjo është ideja ime dhe është kështu, unë mendoj kështu. Ndoshta e kam gabim, ma vërteton nëse kam gabim. Pra, nëse nuk ka njerëz të tillë, bota do të mbetet ashtu siç ka qenë. Dhe siç e kemi thënë, bota është zhvilluar në 3 etapa. Imagjinat, projekt dhe studim. Dhe ti nëse më pengon imagjinatën, nuk mund të bëj dot projektin që ta zbatoj atë. Pra, i ke mbyllur krejtësisht dyert. Pikërisht pra, mes nesh, duke qenë një trysni e fortë, këto diktime, shpesher, nëse janë të gabuara, duhet të eliminohen. Krejtësisht duhet të eliminohen. Dhe si bëhet kjo? Vetëm me besim, vullnet dhe punë. Shpresoj të kem qenë i qartë. Ju uroj një ditë bukur dhe si gjithmonë, kush është rastësisht, do t'i dëshiroja që të shihemi sërish, kështu që i bëni like faqes nëse mundet, dhe punë të mbarë dhe suksese, Shqipe, ku do qeni. Ju dua fort.